Proces verbali i kësaj çështje demonstron që prokuroria ka dështuar për të vendosur ose për të vërtetuar lidhjen midis Jakub Krasniqit dhe krimeve të pretenduara, dhe në veçanti që deklaratat publike, komunikatat e UÇK-s të rregullore e hartuara nga Jakub Krasniqi kanë ndihmuar, inkurajuar se kanë pasur ndonjë lidhje me krimet e ngritura nga këtë akuzë. Gjithsesi, në veçanti, pas përfundimit të argumenteve të veta, prokurori e tërhoqi pretendimin e vet që Jakub Krasniqi ka qenë i pranishëm dhe ka vizituar dhomën ku kanë qenë të ndaluar persona të caktuar në Malishev. Ky ishte i vetmi pretendim i prokurorisë që Jakub Krasniqi ka parë ndonjëherë me sytë e veta një viktim që ka qenë i mbajtur në ndalim. Një prokuror i përgjithshëm nuk do kishte ngritur kurrë një akuzë të tillë. Dëshmitari 00067, që është dëshmitari kryesor për këtë akuzë, ka vdekur goxha përpara se sa të fillonte ky gjykim. Prokuroria i ka pasur të gjithë elementet e nevojshëm për të vlerësuar dëshmitë e dëshmitarëve përpara se sa të ngritet këtë akuzë. Dëshmitari 0067 dhe dëshmia e tij ishte jo konsistente lidhur me identifikimin e pretenduar të Jakub Krasniqit Malishev për shkrimet e zotit Krasniqi nga dëshmitari ose ishin të vagulla ose ishin të gabuara. Identifikimi i pretenduar i dëshmitarit për zotin Krasniqi mbështetej tek fakti që kishte dëgjuar dikë tjetër që të përmendte fjalën Krasniqi, ndërkohë që ky personi tjetër fliste shqipen, një fjalë që dëshmitari nuk e kuptonte fare. Ndërkohë që prokuroria është në dieni të faktit që ka pasur dhe shumë krasniq të tjerë në pozita komanduese në Malishev në atë kohë. I referojmë konkretisht u faqes provës po 01303. Dëshmitari 00067 nuk e njohu Jakub Krasniqin në një linjë fotografish që treguan. Kjo është prova po 01304. Diapozitivi tjetër nuk duhet i paraqitet publikut nderuar gjykatës. Sikurse mund ta shikoni në ekranin tuaj, edhe vetë uniku në një dokument me prokurorinë, pra një dokument për cilin prokuroria ishte informuar dhe që është kërkuar të pranohet të prova, arriti në përfundimin që personi nuk ishte të ngjarë të ishte Jakub Krasniqi. Çfarë tjetër i nevojitet një prokurori që të rrëzojë një akuzë të tillë si të pavërtetë dhe të pambështetshme? Por, pavarësisht kësaj situate, prokuroria vazhdoi me teorinë e vet. Në korrik të 23-shit, prokuroria thërriti Ledwighin, i cili tha, dhe këtu dua t'ju tregoj pjesën e cituar prej tij, edhe mund ta shikoni këto në ekran. Unë nuk e mendoj që Jakub Krasniqi ka qenë i përfshirë në ndonjë prej këtyre gjërave. Por, pavarësisht nga kjo, për këtë prokuroria nuk u mjaftua me këtë për ta tërhequr pretendimin e vet. Megjithatë, 7 muaj më vonë, pra në shkurt të 2024-s, dhe zoti Krasniqi kishte më shumë se sa 3 vjet e gjysmë që ishte i ndaluar, prokuroria thriti një tjetër dëshmitar, që nuk kishte asnjë pikë njohurie dhe që nuk e dinte fare që Jakub Krasniqi ishte atje dhe përfundoi duke dhënë dëshmi të tjera jo konsistente përpara trupit gjykues. Edhe kësaj herë, prokuroria nuk e tërhoqi akuzën ndaj zotit Krasniqi, po ajo vazhdoi që të qëndronte narrativës tërësisht false sipas të saj. Çështja vazhdoi mëtej. Pas 6 muajsh, në gushtën shtator të 2024-s, prokuroria thërriti një tjetër dëshmitar, dëshmitari 03780 dhe Ahmet Rahmanajn, të cilët ishin në Malishev dhe kishin njohuri të dorës së parë lidhur me ndalimet. Edhe këta persona, prokuroria nuk i pyeti lidhur me praninë e pretenduar të zotit Krasniqi në rajonin e policisë në Malishev. Edhe pas dëshmisë së tyre, prokuroria nuk e tërhoqi këtë akuzë ndaj zotit Krasniqi. Edhe një herë edhe pas kësaj herë, prokuroria nuk e tërhoqi këtë akuzë ndaj zotit Krasniqi. Të nderuar gjykatës, këto shembuj demonstrojnë, sipas nesh, se sa e papranueshme ka qenë qasja e prokurorisë ndaj dëshmive.
Ky është një rast i cili ilustron që kjo është një akuzë që nuk duhet që të ishte ngritur fare. Dhe kur u ngrit, prokuroria humbi 3 mundësi për të analizuar më mirë qëndrimin e saj. Pra, ne parashtrojmë që prokuroria duhet ta kishte tërhequr këtë akuzë në një fazë shumë të hershme, por ajo nuk e bëri gjë të tillë. Në vend vendimit për të tërhequr këtë akuzë, thuajse 2 vite gjykimi, pavarësisht kësaj, prokuroria vazhdoi që t'i qëndronte qëndrimit të vet shprehjemisht false, të pambështetur që ky është një pjesë e rëndësishme e akuzave të ngritura ndaj zotit Krasniqi. Asnjë prokuror i arsyeshëm, profesionist dhe etik, parashtrojmë ne, nuk duhet të kishte pritur kaq shumë kohë përpara se sa të rrishte një akuzë të tillë. Është e qartë që kjo akuzë nuk duhet të ishte ngritur fare që për fillimit. Të nderuar gjykatës, ju dini që ky është një gjyq, nuk është një forum që palët të flasim pa lidhje. Prokuroria nuk duhet t'i bëj akuzat në qoftë se nuk ka prova të solide. Prokuroria ka detyrimin pozitiv që të tërheqin pretendimet së akuzat e tyre në momentin kur nuk kanë prova për t'i mbështetur ata. Nuk është kjo puna e prokurorisë që ato thjesht i hedhin fjalët sikur akuzat mos kishin asnjë lloj vlere dhe të bëjnë sikur asgjë nuk ka ndodhur. E njëjti model po ashtu është i pranishëm edhe në dosjen përfundimtare. Prokuroria nuk duhet që të ngrinte akuza për çështje të cilat nuk janë mbështetur në gjykim. Ne jemi besim plot që ju, nderuar gjykatës, do të analizoni provat aktuale dhe gjithë dokumentacionin e çështjes gjyqësore dhe do ta shpallni zotin Krasniqi, jo përgjegjës për asnjë prej akuzave të ngritura nga prokuroria. Ka përpjekje të përsëritura nga prokuroria për të lidhur Jakub Krasniqin me krimet e akuzuara. Ne parashtrojmë që këto përpjekje të prokurorisë kanë të shtuar. Ju kërkojmë të nderuar gjykatës që të keni parasysh përdorimin prokurorisë të spekulimeve dhe është e rëndësishme që të bëjë vlerësimi i plotë i argumenteve të saj. Në të gjithë dosjen e prokurorisë nuk ka marrëdhënie që ekzistojnë midis pjesëve të palidhura të provave, të cilat bëhen baza për lidhjet me ngjarje që përdryshe nuk kanë pikë lidhje. Besoj që e keni vënë re anëtarët e trupit gjykues që emri i Jakub Krasniqit përdoret për ngjarje ose incidente ose pretendime ku Jakub Krasniqi nuk ka fare lidhje. Dhe për këtë arsye është e rëndësishme që të vihet në dukje që qëndrimi i prokurorisë është që thjesht ta thotë emrin e zotit Krasniqi edhe po mbeti diçka le të mbes. Për shembull, në paragrafin 367 të dosjes vet paragjyqësore, prokuroria ka vendosur Jakub Krasniqin në një takim në Malishev në fund të qershorit të 98-s. Dhe madje edhe ka sugjeruar një lidhje midis këtij takimi dhe urdhrit për mbylljen e zyrave të partive politike në Malishev. Këto prezantime, këto akuza nuk qëndruan në gjykim. Prokuroria vendosi që të mos e thriste Gani Krasniqin, i cili ishte dëshmitari tjetër i cili mund të jepte dëshmi për këtë takim ishte Ahmet Rahmanaj. Sikur se tregohet në ekran dhe për proces verbal kjo është prova P01695. Pra, Rahmani shpjegoi që e ka parë Jakub Krasniqin që të futej në Malishev më vonë gjatë ditës, pasi kishte përfunduar takime. Vetë Jakub Krasniqi i ka thënë Rahmanaj që po shkonte në Malishev për të vizituar një person që ishte smur. Rahmanaj asnjëherë nuk ka dëgjuar askënd të thotë që Jakub Krasniqi ka marrë pjesë në këtë takim. E papenguar nga dëshmitë faktike që Jakub Krasniqi nuk kishte pikë lidhje me takimin në Malishev, në paragrafin 789 të dosjes së përfundimtare, prokuroria e përshkruan takimin në Malishev në fund të qershorit të 98-s, sikur në të kanë marrë pjesë Fatmir Limaj, Musia Shari, Gani Krasniqi dhe anëtar të tjerë të njësitit Lume, ku, sipas prokurorisë, Gani Krasniqi
u konfirmua si drejtues ose shef i administratës civile në Marishev. Mëtej, prokuroria shton, dhe këtu citoj, mund ta lexoni në të njëjtën diapozitiv përpara ekranit, Jakub Krasniqi vizitoi Marishevën të njëjtën ditë të takimit. Çfarë vlerë ka kjo fjali? Çfarë do thot prokuroria me këtë fjali? Nuk duhet ketë asnjë hapësirë për hamendësim ose për aludime opake. Pas viteve gjykimi, dosja përfundimtare e prokurorisë nuk mund të nënkuptojë gjërat paqëna ose nuk mund të nënkuptojë që duhet ketë një lidhje për shkak të faktit që nuk dëshiron që ta hedhë një akuzë që është refuzuar prej dëshmitarëve të vet. Kjo nuk është asgjë tjetër se sa një përpjekje për të hedhur baltë mbi të akuzuarit dhe demonstron qasjen e prokurorisë mbi çështje. Një tjetër shembull ku prokuroria mbështetet në spekulim mund të shikohet se si prokuroria trajton relevancën apo rëndësinë e pranisë së pretenduar të Jakub Krasniqit në vendet të caktuara në Kosovë. Her pas here, prokuroria nënkupton që ka pasur një prani ose prezencë të pretenduar në një zonë të caktuar dhe kjo duhet të shikohet si e barabartë me pjesëmarrjen në krime ose njohrim për krime. Kjo do trajtohet më tepër në hollësi nga zoti Elis, kur ai do të bëjë parashtrimet lidhur me rolin e Jakub Krasniqit si zëdhënësin e UÇK-s. Një element tjetër i çuditshëm në dosjen e prokurorisë është se në mënyrë të vazhdueshme i mbyll syt përpara çdo prove që nuk i përshtatet narrativës së prokurorisë. Prokuroria as nuk e pranoi ekzistencën e provave shfaqësuese. E jo më tepër të bënte parashtrime mbi peshën që duhej vënë atyre. Një pjesë e madhe e dosjes së mbrojtjes e kundërshton teorinë e prokurorisë dhe këto nuk trajtohen as pak në dosjen e tyre, përveç faktit që janë një tipar i rëndësishëm i mbrojtjes së Krasniqit gjatë gjithë gjykimit. Pra është e çuditshme se si shkojnë punët. Për shembull, trupi gjykues ka marrë dëshmi të shumta që emërimi i Jakub Krasniqit si zëvendës komandant për mbështetje nuk njihej në të gjitha nivelet e UÇK-s. Zoti Krasniqi nuk njihej si zëvendës komandant për mbështetje për ndërkombëtarët me të cilët ka pasur komunikim, sepse këtë mund ta shihni konkretisht në diapozitivin konkret. Dëshmitarët të prokurorisë pashtu kanë konfirmuar se Jakub Krasniqi zyrtarisht e ka mbajtur këtë rol vetëm për një periudhë të shkurtër kohore, për afërsisht 3 muaj, që janë 3 muaj brenda periudhës 18 mujore të akuzës dhe ka dhënë dorëheqjen më 27 shkurt 1999. Për këtë mund të fshihni paragrafin 630 të dosjes. The same prosecutor. Të njëjtët dëshmitarë të prokurorisë dhe dokumentet e asaj kohe tregojnë qartazi se emërimi i Jakub Krasniqit nuk u pranua asnjëherë, ose dhe më sakt u kundërshtua nga komandantët e zonave. Këtë mund të shikoni në paragrafin 624-629 të dosjes. Prokuroria në dosjen e vet as nuk është përpjekur të kundërshtojë këto fakte, por sigurisht këto prova ekzistojnë dhe trupi gjykues duhet t'i vlerësojë. Dhe ne mendojmë që nuk përputhen as pak me narrativën e prokurorisë në lidhje me këtë aspekt. Tani, kam 2 fusha të tjera që dua të diskutoj. Materialet shkresore edhe materialet që pretendohet se janë sekuestruar nga shtëpia e Jakub Krasniqit dhe materialet që prokuroria ka marrë prej autoriteteve serbe në Beograd. Nderuar gjykatës, prokuroria i ka dhënë shumë rëndësi provave shkresore të cilat i kanë shtjelluar në mënyra të ndryshme në dosjen e tyre përfundimtare. Me lejen tuaj të nderuar gjykatës, unë këtë çështje do ta ndaj në 2 kategori të përgjithshme.